nacionit, fitimet më të mëdha i kanë bizneset e mëdha. Së është rrit kërkesa për konsum, edhe rrit çmimet. Që po ta japi një shembull edhe më konkret. I ka marrë bankat me fitim 90 milion euro neto. Kur e ka marrë qeverinë Kurti, i kanë pas 90 milion fitim neto. Që tash i kanë 180 milion euro fitim neto bankat. As jam të thomi mshel, as me i myj qështë a mo përbes nuk minoj. Ja, duke pat për bankat, e pat për oligarkët. Edhe për oligarkët dalim. Apo unë nuk besoj që ishtë dosh me pagu si punëtorin furr 10% të ardhra, si ndërtimtari, si kamarieri, si mjeku, si kush dush. 10% pagujmë krejt. Momëre se nuk në rregull? Po dhe 10% o taks progresiste. është e ullët. Na për shkallëzime dojmë shumë atë madhë. Nuk ka kuptim. 10% të ardha, se unë nuk im ka e lypi bankës, mja marë qarkullimin. Nuk im ka i thomë 10% qarkullim. Fitimi neto. Pas 10% të fitimit neto e marrin si dividend jashtë vendit. Jemi vetëmi vend në Evropë që është 0 dividenda. Edhe në Ballkan, dikush e ka 3, dikush e ka 7, 0. Pro 90 milion pronarët e bankav i nxjerrin nga Kosova edhe i çojnë investime jashtë. Edhe ato kanë drejt. Po ja qesin për një tatim? Se s'ka kuptim me më tatu musjaj. Pra, kjo është e para. Edhe për oligarkët. Unë e mendoj që Kurti në fakt nuk po don me rrit barazin. Kurti po don me rrit kontrollin i biznes. Se në vend se me i shoh oligarkët, o dosh me arrit taksën, si përfitus, për shembull, një për bizneset më dhaja në Kosovë është nafta. Kur far kreativiteti i biznesit me ble naftë me shit nuk ka. Veç a ki pare, a ki pas në i lidhi. Pro, nuk është që Steve Jobs që ka prodhu diçka interesant dhe i paguhet ma shtrajt, së është i meqëm. Me ble naftë me shit është thjesht. Na kemi me ble naftë si pe një kompanije, si pe një tjetre. Nuk ka kur far konkurencet madhe aty, dallimet janë sipërfaqësore. Edhe ty nuk mundesh me thonë që aty në mja qit tatimin njëjtë si tjerëve si këtyneve. Nuk është në rregull. Biznesin e vogël, biznesin e mesëm, favorizoje se aty ka kreativitet, aty ka angazhim familjar. Një biznes të vogël qepje që atje e bën dikush se ka një kreativitet ose një zanat. Që ato mësë ndërshka. A ky tjetri është biznes i madh veç pse dikush tjetër. Tjetër. Nuk është bërë në rregull ka shtrajt çmimi i banimit në Prishtinë në Kosovë. E punëtori që punon 20 vjetë, 30 vjetë ndërtimtari su ne blen banesën me pagën e vet. Pikë që e mbështetit tek ju është kjo. E tash veç të gjëm, unë s'jam të luftu si Albini. Sa